Në Shkodër u përkujtua dita të vrarëve në kufi, e cila përkon me 36 vjetorin e vrasjes së 17 vjeçarit Pëllum Pëllumbi, ekzekutuar me 16 qershor 1990 gjatë tentativës për t'u arratisur nga Shqipëria komuniste. Sot po flas në emër familjes. Ishte i mesazh ndaj qeverisë atëherë se kanë 5.000 vet që kanë marrë pjesë në urrimin e tij. Ky krim nuk duhet harrohet kurrë. Dhe njëkohësisht nuk duhet harrohet protesta aty në trive shkodran, që në të kohë të merri patin guxim me dalë këtu me parullat tashpra kundër komunizmit. Ishtë përndjekur politik dhe qytetarë Shkodran vendosën kurora me lule dhe ndërruan kujtimin e të rinjve të vrarë në kufi në kërkim të lirisë. Është një ditë e cila përfason genocidin komunist, përfason ato njerëz të cilët nuk u pajtuan me rezimin e egër dhe bën aq sa kishin mundësi, por aty ne ju kushtoi jetën. Ne përkujtojmë me respekt për ulemi përpara këtyre herojve që kërkuan lirinë që ne na mungonte. Ne jemi keq përpara tyre gjithë ne sot. Poshtë komunizmi, u varros komunizmi ekstrem shqiptar një herë për gjithmonë. Sipas të dhënave, vetëm gjatë vitit 1990 në kufin të Shqipërisë u vranë 54 të rinj të reja, ndërsa gjatë gjithë periudhës së diktaturës numri i viktimave në kufi arriti në 995 persona.